Sa i kishit tensionin? 16 me 8. I lartë? I lartë. Çfarë ju rekomanduan gocat? Gocat, kur të vete në shtëpi, ta mate dhe njerë të shikoj. Në qoftë se vazhdon kështu, duhet shkoj te kardiologu. 1 në 3 të rritur janë të prekur nga hipertensioni në Shqipëri, ndërsa mes personave të moshuar janë më shumë se gjysma. Është vërtetuar që në moshën 65 vjeç, mbi 60% janë hipertensiv dhe në moshat e reja, edhe kjo është shifra alarmante, mbi 18 vjeç, 31 deri në 35% e popullatës është hipertensiv. Në ditën botërore të hipertensionit, mjekët thonë se stili modern i të jetuarit është zanafilla e të gjitha problemeve me tensionin e lartë, që ndikon më pas në komplikime të rënda. Nga infarkti miokardit apo insulti cerebral, të manifestoj sëmundje renale kronike, që të dyja së bashku pasaj ose edhe të treja krijojnë premisa për rritjen e mortalitetit. Shefja e shërbimit të sëmundjeve interne në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, Margarita Gjata, tregon se përveç ushqimit të shëndetshëm gjatë gjithë jetës, një pacient hipertensiv duhet të nxjisë aktivitetin fizik për të reduktuar peshën, të modifikoj stilin e jetesës, të reduktoj kripën, të reduktoj stresin i cili është i lartë në rrjenën e sotme, të ndaloj duanin dhe të stopoj alkoolin. Hipertensioni nuk jep shenja paralajmëruese, ndaj 80% nuk e din se e kanë, ndërsa mbi 40% nuk din ta mbajnë nën kontroll.